nuk e pranon dot që ka njerëz që ka familje shqiptare që janë harmoni me njëri tjetrin. Jo, unë po them, unë nuk e njoh harmonin tate. Nuk e njoh, po për sa kohë ty të intimidon fakti që dy njerëz që është figura babi dhe vllai, mua më lejnë të lirë për të vazhduar rrugën time profesionale, nuk po e krahasoj. Nuk po e krahasoj. Unë nuk e njoh familjen tate. Sa herë ka ardhur vllai, ka ardhur gruaja, ka marrë mamin telefon. Kur s'ti kam përmend? Kur s'ti kam përmend? Pse nuk mi përmend ti kur s'ke qa me përfitu nga unë? Me përfitu? Jo, unë nuk e qoj provokimin atë nivel. Se nuk e kam fajn ato që edhe pse ti ke tregu, nuk e ka shtyp familjes tane, i ke shtyp me kam njësaj si Mateo. Ato njerëzit atje që kanë ardhur për ty, ato njerëzit që po pse gjon, ato njerëzit që kanë ardhur për ty, normalisht që unë s'kam pse të ti prek ty, kur ato të shkretët, nuk kanë çfarë të thonë për çfarë ke tregu ti këtu brenda. Unë ti do të s'munesh ti mua me provoku. Unë s'të provokoj se më vjen keq. Më vjen keq se je njeriu më negativ të brenda. Ke treguar edhe tua më të errta. Çfarë them, mund të erdhi gruaja dhe ta suksese si vjetur grustatës ta them, nuk jam në nivel.